Parlamenti u përfshin debatet ashpra mes mazhorancës dhe opozitës në lidhje me ligjin e ri për barazinë gjinore. Në qendër të debatit është futja për herë të parë e konceptit përkatësia shumëfisht. Koncept ky i cili sipas Partisë Demokratike godet familjen shqiptare, pasi për opozitën ka vetëm 2 gjini, burrë e grua. Por socialistët mbrojtën ligjin duke vënë në dukje se përkatësia shumëfisht nuk lidhet me gjini të reja. Një ligj kryekput ideologjik i cili bazohet absolutisht në përmbysjen e rendit gjinor, binar, shekullor dhe mbivjeçar, në përmbysjen e familjes dhe vlerave të saj, në përmbysjen e librave të shenjtë dhe moralit të tyre. Motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendi. Përkatësia e shumëfisht është kur unë jam një vajzë e dhunuar, jam një vajzë e abuzuar seksualisht, jam një vajzë rome, jam një vajzë që jetoj në një lagje periferike dhe përkatësia e shumëfisht e imja është që më kanë rënë mbi supet e familjes time të gjitha këto halle. Berisha replikoi në distancë dhe me ambasadorin e Bashkimit Evropian Gonzato, duke theksuar se një ligj i ngjashëm është rrëzuar nga gjykata kushtetuese franceze, është refuzuar nga shumica e vendeve anëtare të BE-s. I kërkoj të nderuarit ambasador të nxjerrë cilat direktive Bashkimit Evropian e kërkon një gjë të tillë, sepse ky ligj nuk ekziston, është hedhur poshtë, nuk ekziston në 21 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sa i përket këtij sulmi sot, zoti kryetari i Kuvendit, ne do të depozitojmë kërkesë pranë Komisionit të Etikës së Kuvendit të Shqipërisë, që deputetin fjalë t'i japi shpjegime, por dhe Kuvendi të ndali një herë për gjithmonë sulmet. Në emër të opozitës, Sali Berisha deklaroi se ditën që shqiptarët do t'i besojnë qeverisjen e vendit, ai do ta anullojë këtë ligj.